Seanca do të filloj tani. Gjykatës është Xhumba Yukiba. 626 akuzohet për sjellje negative dhe do të dalë para juris. Si e shpallni eksperimentin? I pafajshëm, i nderuar. Presim me prokurorin. I nderuar, kundërshtarët e mi të çmuar, juria e lodrave do ta vërtetoj përpara jush se pa asnjë dyshim 626 është fajtor për të gjitha krimet që akuzohet. Për sa i përket lulesime të begonias, e shkullur brutalisht nga shtëpia e saj. Kundërshtoj. Ajo lule ishte e tharë gjithsesi. Të gjitha lulet e ti. E papranueshme. I nderuar, juria e lodrave. Mangësitë e mia në artin e botanikës nuk duhet të fshehin provat. Prova B. Një furç e përdorur për të ngjyrosur fytyrën e nanit kur ishte në gjumë, e përdorur nga i akuzuari. Kundërshtoj. Dikush e ka vendosur aty dhe ka fotografuar shtiqin. Ku ishe ti mbrëm? Ha, plikli? Unë? Pala mbrojtëse. Ju lutem jini drejt. E vazhdoni. Prova C, të nderuar. Një gramafon i coptuar pa pikën e mëshirës nga i pandehuri. Kundërshtoj. Mundet që të jetë thyer vetë. Ndoshta thrash në sallë të pandehurin 626. Shtiq, do të premtosh se do të thuash të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, ashtu si mbreti i rock and rollit? Shtiq, thuaja jurish me fjalët e tua. A ke bërë ti ndonjë prej atyre gjërave të këqija? Robata gjitho. 626 thot që nuk e kujtohen ato krime. Ai thot se ka qenë në gjumë gjatë gjithë asaj kohe. Pala mbrojt se ka të drejtë. Ajo puna për buzë, i nderuar. Jo, kjo është shtëpia ime. Dhe unë bëj ato që dua. Vajza e vogël ka të drejtë. Të vazhdojmë me kundërpyetje. Do të më besoni, do të nxehet. Aha. Pra, i akuzuari 626, ju thoni se ishit në gjumë. Alibi e bukur, shumë e bukur. Dhe me gjithë se nuk kemi një dëshmitar okular, prapë së prapë, i akuzuari 626 është kapur duke kryer krim. Prova D! Ndoshta Stiçi do të donte të na shpjegonte këtë fotografi që tregon qartë që po përdor furçën e dhëmbëve ngjyrë Leila të nanit për të pastruar thonjtë e tij. Nuk ishte i akuzuari 626 i cili kafshoi krahun e Zotit Arush këtu? Kundërshtoj! Unë ja qepa përsëri. Dhe ç'mund të na thuash për Suzin e festës? A e ka parë dikush kokën e saj? Jo, sepse nuk është më. Kundërshtoj! Nuk donte ta hante. Ishte një aksident. Ishte aksidentalisht i uritur. Aksident? Pak minuta më parë, skrampi i vogël, pa dëshirën e tij, u gjend duke admiruar dhëmbët e të pandehurit. O, kundërshtoj, i nderuar. Po e bën të duket si fajtor. Është e vërtet? Shtiq! Çfarë po ndodh me këtë shkatërrues? Qetësi! Qetësi! Mjaft! Dikush, do me thënë ti, më trego se çfarë po ndodh këtu. E vështirë të thuhet. Ndoshta 626 është kthyer në gjendje fabrike, duke u kthyer në përbindësh. Në gjendje fabrike? Oh jo, begoniat e mia nuk do t'ja dalin dot. Mendo pozitivisht. Atëherë çfarë duhet bëjmë?